Albina Kelmendi rrëfen përvojën e saj personale. Kam kaluar një operacion në gjë, jam ballafaquar vetë. Albina Kelmendi ka ndarë një rrëfim të hapur dhe të ndjeshëm nga jeta e saj personale, duke treguar një periudhë të vështirë që përjetoi vitin e kaluar. Në këtë rrëfim të drejt për drejt, këngëtarja shqiptare ka zbuluar se i është nënshtruar një operacioni në gjë. Ne shpesh i kushtojmë vëmendje vetëm punës dhe arritjeve profesionale, dhe harrojmë që shëndeti është mbi të gjitha. Për fat të mirë, rezultatet e analizave kanë dalë mirë dhe nuk ka rezultuar diçka serioze. Megjithatë, më është dashur të bëj këtë operacion, ka treguar Albina. Ajo shton se kjo përvojë ka mësuar të kujdeset më shumë për veten dhe shëndetin e saj. Kjo eksperiencë më ka shërbyer si mësim i madh. Tashmë i kryej rregullisht analizat dhe kontrollat e nevojshme, tha ajo. Rrëfimi i Albinës, i guximshëm dhe i sinqert, është një kujtesë e rëndësishme për publikun mbi nevojën për të vlerësuar dhe për kujdesur shëndetin personal, pavarësisht ritmit të ngjeshur të jetës profesionale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.